Agjencia e mbikëqyrjes policore në vijim të hetimeve të zhvilluara në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarand ka dokumentuar fakte dhe prova të reja që lidhen me procedimin penal me numër 304 të 2026-s, ku është nën hetim edhe punonjësi i policisë Ajdin Islamaj, në ato kohë me detyrë specialist për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Sarandës. Nga akti ekspertimi teknik i administruar në kuadër të hetimit ka rezultuar se në pasurinë në pronësi të babait të shtetasit në hetim, ku Ajdin Islamaj banon janë kryer punime ndërtimore pa lejen përkatëse të organeve kompetente, duke konsistuar në shtimin e një kati mbi një objekt ekzistues dykatosh, si dhe ndërhyrje të tjera ndërtimore e rekonstruktive, me qëllim ndryshimin e destinacionit të objektit në funksion, akomodimi hotel. Sipas konkluzioneve të ekspertëve të licencuar, struktura e realizuar përbën ndërtim të ri në kuptim të legjislacionit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, si dhe për kryerjen e saj kërkoi pajisja me leje ndërtimi nga autoritetet kompetente. Nga verifikimet e kryera nuk rezulton të jetë miratuar ndonjë leje ndërtimi për realizimin e këtij kati shtesë, ndërsa po ashtu nga hetimet rezulton se sipërfaqja e ndërtuar pa leje është jo më pak se 158 m2 me funksion hotel. Gjithashtu bazuar në analizën e pamjeve satelitore dhe hetimeve, është provuar se punimet janë realizuar gjatë vitit 2025, kohë në të cilën edhe ka mbuluar zonën. AMP vlerëson se respektimi i ligjit duhet të jetë standard i parë dhe i panegociueshëm për çdo punonjës policie. Besimi i qytetarëve sipas AMP tek institucionet e zbatimit të ligjit cënohet të rënd kur vetë funksionarët publik dyshohen se shkelin ligjin që kanë detyrimin ta zbatojnë e ta mbrojnë. Hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të përgjegjësive penale, identifikimin e çdo personi të përfshirë si dhe verifikimin e rrethanave që kanë mundësuar realizimin e këtyre ndërtimeve.